Një tjetër goditje ndaj trafikut të drogës në kryeqytet është shënuar nga policia e Tiranës përmes operacionit të goduar bloku 33, i cili kishte në fokus goditjen e grupeve kriminale që shpërndanin kokainë dhe heroinë në lokalet e natës në zonën e iç-bllokut. Pas disa muajsh hetime janë identifikuar 42 persona të përfshirë në këtë rrjet kriminal. Gjykata ka caktuar 33 masa sigurie, nga të cilat janë ekzekutuar 25, përfshirë 24 arrestime me burg dhe një arrest shtëpie, ndërkohë që 8 persona janë shpadur në kërkim dhe po vijon puna për kapjen e tyre. Gjatë kontrolleve të kryera në banesë dhe ndaj personave të dyshuar janë sekuestruar afro 2 kg kokainë, 450 gram heroin, 850 kg kanabis, 2 armë zjarri, 29 aparate celulare, 6 automjete, si dhe shuma të konsiderueshme para në lek dhe euro. Policia njoftoi se gjatë sezonit hetimor janë arrestuar 9 shtetas të tjerë për të cilat ka prova që lidhen me shpërndarjen dhe posedimin e lëndëve narkotike. Strukturat hetimore theksojnë se veprimtaria kriminale shtrihej kryesisht në lokalet e natës ku kryheshin shkëmbime të shpejta dhe të maskuara të drogës. Operacioni vijon për të dokumentuar në tërësi aktivitetin kriminal të grupit dhe për të identifikuar çdo bashkëpunëtor tjetër.